tregohet një ngjarje në kohën e Umarit radhiyallahu anhu, kur ai ka qenë halif, pra kur ai ka qenë udhëheqësi i besimtarëve, që një burr vjen paraqitet tek ai, pra ja sjellin për ta dënuar sepse ai kishte vrarë dikë pa qëllim. Dhe familja e të vdekurit, e të vrarit, kërkonte që mbi të zbatoj ligji për këtë rast. Dhe ky i kërkon Umerit, i thot, o Umeri, thot, unë thot në disa transmetime, unë thot kam një vëlla, i cili është jetim. Dhe pasuria e babait ton për vllain vetëm unë e di ku është dhe vetëm unë e di sa është. Më lëri thot 3 ditë kohë që unë të shkoj dhe t'ja jap atij, ta kryej amanetin dhe të vi. Dhe Umeri i thot, kush do të dal garant për ty që ti do të vish? Dhe ai kthehet për të parë njerëzit, askënd nuk njihte dhe askush nuk e njihte. Dhe nga pjesa e pasme e xhamisë, Abu Dharr el-Ghifari e dëgjon dhe thot, o Umer, thot, unë do dal garanti ti. Dhe ai largohet, ikën. Në fundin e ditës së tretë, ku po mbaronte afati, pra ai kërkoi 3 ditë, dhe thuaj që po mbaronte namazi i ikindis, pra kishte hyrë namazi i ikindis dhe po mbaronte, po hynte namazi i akşamit, pra po ndronte dita. Njerëzit filluan të shqetësoheshin, pra që nuk po vjen. Dhe duhet kryhej, si thua, dënimi tek garantuesi. Dhe në çastet e fundit ai shfaqet. Dhe e pyet Umeri, thot, pse u ktheve? Pse u ktheve? Thot, o Umer, thot, u ktheva, thot, sepse nuk doja që të thuaj për umetin e Muhamedit që ka humbur besnikëria. E dhash fjalën që do kthehem dhe u ktheva.